Kryeministri kosovar nis nesër në Tiranë një vizitë zyrtare 2 ditore e para vizitë kjo që prej shpalljes së Kosovës shteti pavarur dhe pozicionit të tij në postin e lartë të kryeministrit. Thaçi i mbërrin në sot rreth orës 21 në aeroportin Nën Tereza në Rinas, kurse agjendën zyrtare të takimeve e nis nesër. Vizita e Thaçit në Tiranë vjen menjëherë pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Re të Kosovës, e cila u jep fuqi institucioneve të reja të Kosovës. Thaçi do të takohet me autoritetet dhe përfaqësuesit më të lartë politik të vendit, presidentin Topi, kryeministrin Berisha, kryetaren e kuvendit Topalli, kreun e Partisë Socialiste Edi Rama. Në ditën e parë të vizitës, Thaçi do takojë Berishën, me të cilin do të zhvillojë një konferencë shtypi dhe do të nënshkruajë një marrëveshje. Më pas Thaçi do të mbajë një fjalim në sallën e kuvendit para ligjvënësve shqiptar, si dhe do të takojë në vijim presidentin Topi. Dita e dytë e vizitës së tij në Shqipëri nis me takimin me kreun e Partisë Socialiste, njëkohësisht kreun e Bashkisë së Tiranës Edi Rama. Thaçi do të vizitojë ndërkohë 2 qytete të vendit, Durrësin dhe Vlorën. Në Durrës, në zonën e plazhit, do të përurohet pllaka pavarësia, si dhe është planifikuar një vizitë në familjen e dëshmorit Indrit të Cara, kurse në Vlorë kryeministrit kosovar do t'i jepet titulli qytetar nderi nga bashkia e këtij qyteti.